Thot, cili është dallimi mes namazit të taravive dhe namazit të natës? Kemi thënë më herët se nuk ka dallim. Do thot, çdo namaz nafile që falet pas namazit të yatsis, pas farzit të yatsis, është namaz i natës. Fillohet me 2 sunete që janë të rregullta, 2 rekate, do të thonë që janë sunet i rregullt i namazit të yatsis dhe janë më të shkurta, pastaj fillon namazi i natës. Edhe nga ai moment çdo gjë që falet deri në sabah, do të thonë deri sa të hyjë sabahu, prandaj para sabahut e fal namazin e vitrit. Dhe çdo gjë që falet mes këtyre quhet namaz nate, që është namaz, do të thonë namaz nafile i cili falet natën. Dhe nuk ka namaz me emër tjetër gjatë natës. Kurse kjo tarawih është bërë si emër i njohur, që është shumës i fjalës terwih, do të thonë raha, do thotë namaz me pushime. Pasi selefët kur janë kanë falë 2 rekate ose 4 rekate, pastaj kanë pushu, pastaj kanë falë 4 rekate, kanë pushu, e kështu me radhë, do të thonë, derisa kanë falur me sukses nga Allahu. Ajo është një namaz, do të thonë që falet 2 nga 2. Edhe për këtë shkak, do thotë në Ramazan, pasi janë tubuar edhe ka pas pushime mes tyre, ja kanë lënë emrin tarawih. Por kjo është e mëvonshme. Ky emërtim është i mëvonshëm. Nuk është në sunet nuk përmendet emri tarawih. As sahabët nuk di, Allahu alem, që e kanë përdorur këtë emër. Për këtë shkak dallimi mes këtyre namazeve, edhe t'i thuhet se tarawia ka do të thonë një namaz që është i veçantë në Ramazan vetëm. Se namazi i natës është gjatë gjithë vitit, nuk është vetëm Ramazan. Por nëse i thuhet njerëzve se është një namaz i veçantë që falet vetëm Ramazan, i cili është 20 rekate, dhe ka në 10 netët e fundit një namaz tjetër që quhet namaz nate, që falet 10 rekate, do të thonë kjo është prej bidateve. Do të thonë ky dallim edhe ky kufizim është bidat. Dhe siç kanë thënë sahabët ose prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çdo herë kur lind një bidat, vdes një sunet. Dhe për shkak të kësaj ndarje edhe të këtyre emërtimeve, edhe këtyre kufizimeve kështu, njerëzit e kanë menduar se këto çështje janë të lidhshme vetëm në namaz, vetëm në Ramazan. Janë të lidhshme vetëm në Ramazan. Dhe kjo nuk është e vërtetë. Do thotë namazi i natës është i lidhshëm gjatë gjithë vitit. Dhe është prej veprave më të mira që shumë prej nesh e kemi humbur, edhe ka humbur shumë mirësi, do të thënë me humbjen e namazit natës të muslimanët, kurse në Ramazan është e lidhshme që të falet me xhamat, edhe të falet nëpër xhami. Është e lidhshme dhe është vepër e mirë, por jashtë Ramazanit vazhdon të falet në shtëpi, nuk ka dallim mes teravih, tahajjud, namaz nate ose emërtim tjetër, sepse me këtë me të vërtetë i kanë hutuar muslimanët.